Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion. Jam e nderuar sot të kem një zotëri 95 vjeçar, do të thosha unë për ta rumbullakosur, po më tha mos më hiq mua jete, apo jo? Zoti Naxhi Zhupa. Mirë se erdhët. Mirë se vjeta. Gabim me këtë që thash për vitet. Ju nuk jeni 95, edhe pse I mbushët në janar, tani jeni 96. Nëse ashtu është shkruar, po janë të përafërta, herën nënat e prindrit tonë linin shumë, këtu e dini nga historia këtë ju dhe nuk kishte regjistrimin të rregulla se çka tani, megjithatë vitet janë të plota, ashtu fillon 30 fillon. Numërimi. Ju jeni ish partizan dhe nga ata pak tashmë që kanë ngelur dhe kemi mundësi t'i dëgjojmë edhe t'i nderojmë. Po, tash ju më pyetni për pjesëmarrjen në lëvizje me sa të kuptoj. Po, ajo është fillimi që më intereson. Unë edhe para kështë ju thash që jam I fillimit të korrikut 23-shit, por efektivisht në batalionin Hasim Zeneli që ishe një nga njësit e para në atë zonë, jam I 13 gushtit të 23-shit. Edhe pothuajse pa shkëputje deri në më saktë them deri në 14 shkurt të 25-s që ishim në postë të Jugosllavisë të hershme, ose më saktë deri në 9 maj të 25-s se ne akoma në luftë ishim me gjithë se shlirimi kishte marruar në 29 nëntor. Pra jam pjesëmarrës në luftë 416 ditë, gjithmonë si partizan I vive para sulmit nuk kam pat përgjegjësi drejtuese kështu, por gjithnjë më ka atakuar ti. Prandaj edhe kam qenë jam flagosur një diherë se kam qenë gjithnjë në aksione kështu edhe në luftë për shlirimin e Tiranës kisha këtë flagosjen e fundit që mund ta shikoni edhe këtu në këto materialet që keni. Këto librat janë të gjitha tuaja, të gjitha I keni shkruar ju? Jo, janë shumë, këto pjesërisht ka sella jo këtu se ashtu janë shumë, janë rreth 30, mos gaboj. 30 libra? Po. Unë nuk e kam pas profesion atë gazetarini, këtë kur I thonë shkrimtar, po pasione kam pat edhe kam shkruar kështu, edhe para dhe mashkët. Kryesisht libra me karakter historiko ushtarake dhe kështu shoqëror. Gjithçka e dokumentuar, kjo është shumë e rëndësishme, sepse vjen koha dhe e kupton që ti ke nevojë të dokumentosh, ke nevojë për historinë. Ai ka luftuar, ka treguar dhe kjo është e jashtëzakonshme. I kam të gjitha librat. Mund të shikoj ato fotografitë ku jeni partizan? Ja, tregojeni në kamerës. Ja, shikoni. Ku jemi këtu? Atë jam partizan pikërisht ahera në prak të shlirimit. Në Berat jam, në ahera kur hiri u heqje e luftës në Berat. Po këtu? Këtu jam, pas jam shlirimit kur u kryem edhe kryuam shkollë, u kryua shkolla Skënderbej u quajt në vonarën fillimisht u quajt shkolla e pionerëve partizanë. Pas këthimit nga lufta është. Këtu? Atje është në Shepër kur është krijuar brigata e 8 në prill të 24-s në Shepër të Zagorisë. Afër atje. Ashtu është. Ajo është plagosja ato që janë marrë nga muzeu I spitalit, copa e predhës në trupe dhe edhe ajo. Këtu? Ato janë 3 relikat e famshme që kam ruajtur nga lufta. Një blok I vogël, shinime të riniset së asaj kohe, një stilograf që kam përdorur për herë të parë e bleva në Berat kur zbritëm atje dhe ajo mos gaboj copa e predhës që më kanë hequr nga trupi e kam atë më ka dorëzuar spitali pas prishët muzeumeve. Në cilën spital? Spitali ushtarak ishte një muze të përkryer, po e shkatëruan si gjithë tjerët. Atë kishte ruajtur profesor Emil Qirkua dhe ma dhuroi mua copën që më kishin hequr ditën e shlirimit të Tiranës.
Heqja trupi. Pse çfarë ndodhi ditën e shërimit të Tiranës? Po, ne ishim në shërimin e Tiranës, morëm pjesë ditët e fundit, domethënë data 10-11 kur filloi mësimja përfundimtare për shërimin e Tiranës me brigadën e 8, parën e 4, dhe to tjera të ishin rreth rrotull. Edhe këtu është qyteti në zonë, se kjo quhet në vonë, ku kanë qenë gazetë, ata kishin një garnizon të fuqishëm. Ata mësojtë, atje jam plagosur në post-blokun e atyre. Kjo plagosa bashkë me një ditë tjetër, të plagosa rënë kështu, krahun e majtë, këmën e majtë, pata një dëmtim të rënë. Edhe ditën e shërimit Tiranës më 17, nga ora 10 më quën në spitali, se ishte hapë spitali dhe gjatë lutës, më operuan dhe moqin atë copën. Ata e kishin ruajtur prefekt, edhe pluma që kishin heq nga të plagosur, e operacionet tjere e kishin ruajtur. Në atë muzeumin, kur pësh muzeumi, aji e kishte ruajtur edhe madhuroj që gjithashtu e ruajat, e kam e vetën, e kam në shtëpi. Lufta është... E kujtoni ende luftën, kujtoni çdo gjë, çdo moment, kujtoni ditën e parë, apo tani ngjarjet kanë zëvendësuar njëra tjetrën? Ka një gjë që dhe ju e dini me siguri që shumë gjëra që regjistrohen në mendjen e freskët të riut, ato mbeten. Edhe ka momente që mund të duken sikur i ke harruar, po me kalimin e kohës ato riçfaqen si filmat tuaj këtu, shfaqen ashtu. Unë kam pa numër nga këto edhe shpesh herë dhe në gjumë më shqetësojnë. Jo në kështu. Riçfaqen. Çfarë shfaqen në gjumë her pas here? Po ka momentet lufta është për të vrarë njerëzit e për të shkatërruar, dhe lë pasoja të rënda psikologjike të njeriu. Dhe rrjedhimisht ato riçfaqen. Kur i thonë nguliten se dalë dhe në gurë të njeriu. Tani më po flitet për luftën përsëri, mbas 80 vitesh. Lufta po duket sikur është diçka në Instagram, diçka normale për një brez që nuk e njeh luftën. Treguar për jush, çfarë është lufta, që ta din mirë ata që flasin kaq lehtësisht? Rudina pikërisht për këtë problem që më pyet, e faleminderit që ma bën këtë pyetje, në atë librin që ke përpara atje, që thotë historia nuk amiston, pikërisht ajo, flet veçanërisht pjesën e parë këtë problem që po më rrësot. Jo vetëm brezi, po mua më vjen keq që dhe njerëz që drejtojnë vende dhe shteti me përgjegjësi nuk e kuptojnë çdo të thotë luftë, edhe çdo të thotë jetë njerëzish dhe shkatërrime. Unë flas për atë që kam jetuar, por duke qenë se kam një jetë të tërë ushtarake dhe njoh. Jam marrë me problemet historike ushtarake gjithësisht, me artin ushtarake, me gjithë gjërat e tjera, se dhe kam pat mundësi të marroj të gjithë ciklin ushtarak që patëm në Shqipëri, nga shkolla Skënderbej, tek akademia, të dy format e akademisë, shkollën e bashkore, tjera e tjera, por dhe të studioj. Dhe çdo të thotë luftë e kuptoj. Më vjen keq që në kushtet e sotme, si të thuash, urët mundohen të afrojnë për luftën dhe nuk e kuptojnë çdo të thotë të shpërthej një luftë me këto mjete të shkatërrimit në masë që ka njerëzimi sot. Do thoni që këto janë bërë vetëm për luftë për të vrarë njerëzit, po për këtë janë bërë, po mendja e njerëzve punon për mirë, punon edhe për keq. Edhe është fatkeqësi që nxitet brenda dhe jashtë vendit, po veçanërisht jashtë nga ata që ja kanë dorë këtë punë, nxitet gjatë luftës. Aq më tepër që nga historia e luftës ditë botërore që e kemi afër atë marrimin e saj, të vjetori, nuk kanë gjerë asë një lloj mësimi, çdo të thotë kjo gjëja për këtë. Unë nuk flas këtu tashin për influencë, nostalgjire, për atë, për këtë, po flas një të vërtet që me çdo kusht duhet bërë çdo për ta larguar dhe jo për ta afruar. Çuditem tash si ka filluar kjo garë armatimesh në këtë mënyrë. Edhe nxitet ashtu, Berziri ka drejtë që nuk mund ta kuptoj. Do të thotë kjo gjë kështu është. Po prandaj jeni ju që ju pyesim çdo të thotë, që ta kenë të qartë mirë atë që na pret
e cila nuk është diçka për të fare, nuk është fare për të qeshur. Përkundrazi është një nga gjërat më të tmerrshme nëse lufta rikthehet. Ç'të të them tash, ju keni studiuar, keni lezuar dhe dini ku ç'pasoja ka. Po, ç'pasoja ka. Shifris nos në atë në Palestinë. Kur shoh ato e myll televizioni se s'mund ta duroj. Duke i në orët e gjëra, janë jashtë. Nuk e di. Apo në Ukrainë. Apo në Ukrainë, një vend është marrëzi. Marrëzi, domethënë kështu, ku diu se ç'duhet bëjnë. Kujtojnë se do shpëtojnë për veten e tyre. Nuk ka mundësi. Nuk shpëton dot, askush nga lufta. Po s'ka sheshi. Pasojat vetëm rrezatimi është i pa nalë, pa lejtë të tjera të pa shkatërimet. Nuk është puna për të futur frikën njerëzve. Jo, duhet të tregojmë nga njëri që ka jetuar. Çfarë është lufta? Kur ne flasëm për luftën e ditë botonore, që nuk ishin këto mjete, edhe këto kushte, po sot. Sepse duke një gërdec shpërtheu, nuk ishte më tepër se 7 kiloton, se unë gërdec kam punuar e jetuar 13 vjetë. Atje 700 ton ishin ashtu eksploziv, një shpërthim lëkundin e tërë dhe në Tiranë. Po menoj tash të përdoren bombat, raketat e tjera tash. Arritëm raketat 9 herë më shpejt se zëri, tani që fluturojnë anë manë botës për Ne do shueshe. Ç'të flasëm, është kështu, domethënë. Më mirë të mos filloj sepse nuk i dihet fundi. Ajo është. Të gjitha përpjekjet duhet bërë që ajo të ndalohet. Ashtu. Fakti i kompromiseve që u bën kur filloi lufta e ditë botërore midis anglo-sovjeto-amerikanëve ishte një shembull konkret. Kështu duhet bërë. Duhet gjetur një mesme për të mjanuar dhe jo kështu.